vuajnë këtë dëshirën dhe dashurinë e madhe për fëmijën në formën e ty s'mungon asnjë gjë pse mos ti jesh nxënësi më i mirë i klasës. Pra Duam të jemi thjesht të krahasimi, parët apo çfarë? duam të jemi të parët, duam të jemi më të mirët, duam të jemi, ndoshta krahasojmë, ndoshta kemi ato dëchirat tona dhe i shohim tek një person tjetër që Të është fëmia. reflektuara se kemi ndoshta ëndra të Absolutisht, paralizuara mbase kemi tonat. ëndra pa e kuptuar, po shohim tek ka individi veten dhe duam të shohim të realizuar ëndrat e vetes. Po. Megjithatë ai nuk është ti, ai është një individ tjetër. Ëndrat e mia janë ëndrat e fëmijës tim, patjetër. Absolutisht, ai është një individ që funksionon, është një individ, nuk është zgjatimi yt. Shpesh herë prindrit nuk janë koshient për të kuptuar që fëmia nuk është zgjatim, fëmia është një qenie tjetër, është një qenie përballë dhe të mundohemi ta kuptojmë se si kjo qenie funksionon si një qenie ndryshe nga ti. Dhe jo domosdoshmërisht, nëse ti ke qenë më i miri, nëse ti je akademik, domosdoshmërisht dhe fëmia do jetë akademik apo do jetë absolutisht më i miri në shkollë. Dhe nëse ne nuk marrim konsiderat të gjë, kjo do sjell stres për prindin, kjo do sjell stres në marrëdhënien e prindit me fëmijën, kjo do sjell stres në shkollë, në marrëdhënie me mësuesin dhe kjo do shkaktonte një situatë të ngarkuar për familjen, për fëmijën, për prindin, e cila në një farë mënyre as pak nuk është e drejtë. Prindi që të ndihmoj fëmijën duhet të jetë me këmbë në tokë që ky fëmia nuk është i mirë në shkollë, ky fëmia nuk është i mirë në matematikë, pavarësisht se un jam financier, pavarësisht se un kam qenë gjeni në matematikë, fëmia im nuk di matematikë. Dhe sigurisht që ky gjë do ndihmonte shumë për t'i vendosur fëmijës një objektiv tjetër, mbase fëmia ka një prirje në një aspekt tjetër. Dhe duke u fokusuar tek matematika, ne dështojmë edhe fëmia dështon për të kuptuar një aftësi tjetër, që sigurisht çdo kush ka një aftësi të caktuar,